Një filxhan nga kjo pije për pastrimin e mushkërive dhe rritjen e sistemit imunitar. Për të qenë më specifik, ky produkt është i dobishëm nëse keni kolle të vazhdueshme. Çuditërisht, vetëm një filxhan nga kjo pije do ju ndihmojë në lehtësimin e mukusit dhe do të rivendosë imunitetin. Përbërësit që u duan janë një filxhan me grur, një filxhan me ujë dhe 200 gram mjalë. Shuma e përgatitur do të jetë mjaftueshme për 4 deri në 5 ditë. Së pari, pastrojeni dhe vendosini në një tenxhere të vogël me ujë grurin. Pastaj e vendosni përzierjen në zjarr dhe e lini të vlojë për disa minuta. Më pas shtoni mjaltin. Këshillohet që përzierja të përgatitet gjatë natës dhe të konsumohet në mëngjes. Të vendosen në një kavanoz qelçe dhe të mbahet në frigorifer. Për një periudhë prej 40 ditësh, konsumoni nga 30 ml të kësaj përzierje me stomakun bosh. Pastaj mund të bëni një periudhë 15 ditore. Nëse gjendja juaj është e agravuar dhe nuk mund të përdorni mjekësinë alternative, drejtohuni tek mjeku për një trajtim të specializuar.